Unë dua ta them shumë qartë dhe shumë drejt për drejt. Kjo është protesta që mua më intereson, që mua më zemëron, po ashtu që mua më motivon që të vazhdoj luftën time. Nuk më zemëron mua protesta e sikureve, as protesta e shtirjeve. Ajo më neverit, kjo më zemëron. Dhe nëse do isha në vendin tënd, i dashur Amos, pas 6 vitesh pritje, dyersh që hapen, mbyllen, premtimesh që treten, përgjigjesh që delegojnë përgjegjësinë te dikush tjetër, me shumë gjasa, unë do ndihesha njësoj, me shumë gjasa, edhe unë do ndihesha pjesë asaj proteste, ose do shkoja edhe vetë në protestë. Kështu që nuk e vën dyshim për asnjë moment. Përkundrazi, e ndjej sado që mund mos a besosh, e ndjej zemrimin tënd si të ishte imi. Dhe mesazhi yt është këtu i nxjerr, kam plot tilla, se shembulli më i mirë diçka që unë kam thënë vazhdimisht këto ditë. Jo çdo njeri që bashkohet në protestë është aty për një arsye. Ka plot njerëz që nuk i çon bulevard në një ideologji, në një parti, në një inat abstrakt, nuk i çojnë as like-et, as followers-at, për të joshur sot protestues që nesër janë klientë dhe për të shitur pastaj produktet e influencerimit. Nuk i çojnë aty as bindjet ambientaliste, që janë fisnike, patjetër, as impulset e verbra nacionaliste, as manipulimet apo më keq akoma se sa manipulimet, as misionet e ndryshme për të manipuluar tjerët, po i çon një hall që në fundit kthehet në një zemrim dhe një zemrim që kthehet në një shpërthim. Një padrejtësi që e ndjen me shpinë. Kjo është legjitime. Ke shumë të drejtë, askush nuk duhet detyrohet të shkruajë kryeministit dhe institucionet që paguhen për të adresuar këto probleme, se kanë bërë punën e tyre. Por, ana tjetër, unë personalisht çdo mesazh që marr, unë ndjek, siç e thua dhe në mesazhin tënd, më keni shkruar një vit më parë, unë e kam çuar tek autoriteti kompetent. Tani unë nuk dua fare të justifikohem, se mora këtë mesazh nga telefoni për ta hedhur në debatin me ata të cilët siç më janë vënë mrapa, do më kenë mrapa në aspektin e debatit, sepse unë nuk mund të pranoj lloj sharlatanësh, delirantësh, manipulatorësh, apo njerëzish të futur nga tjerë, si edhe hipokritësh që i kam njohur në punë, i kam parë në punë, që të marrin mikrofonin e protestës edhe që të tregojnë si bëhet Shqipëria. Këtë unë s'mund ta pranoj dot. Mund të jetë diçka që të tjerë s'do e bënin, po unë nuk mund ta pranoj. Jo, unë këtë mesazh e nxora për të ndarë të vërtetën time thjesht që unë kam qenë i shqetësim. Absolutisht.